koha për sukses në arenën ndërkombëtare? Po në bazë statistikave që janë, edhe i kënë nxerë ti, Champions League po na flejka ma shumë, inshallah e kalojna grupin, se që aty kokën 50-50, unë me tregu drejtën nuk i kom analizu kështët, po unë mendoj që koha e se cilit klub basketbolistik të Kosovës është për me pas një sukses në Evropë. Po janë shumë sene të cilat ta determinojnë për me pas qatë sukses ose thoma ashtu të dhe dynë edhe fati pak. Se për shembull vitin e kalum, na me Nymbrukun kena hu për 5-6 pikë mos gabofsha, e Nymbruku kam rri deri në qerek finale, ndërsa në grupin cilin ka ra Nymbruku ka qenë Galatasaray, i cili e ka lujt finalen e Ligës Kampionëve. Në anën tjetër në FIBA Europe Cup na kanë ra Ludvigsburgu edhe Dijonit, të cilat edhe ato kanë rri deri Bajage, naltë dhe ndokët në fund ato dyja nën mes veti kanë lujt cila me ra. Kështu që pak po ka nevoj njeri me pas edhe fatën këtë punë, po normalisht unë mendoj që edhe na si basketbol komunitet në përgjithësin, ndoshta nuk e kena edhe me thonë eksperiencën e nevojshme për me pas një mentalitet ma ndryshe, ma fitus në garat evropiane. Unë po shpresoj që kena me pas fat, sepse nuk po du me thonë kena me luftu, sepse unë mendoj që edhe në 2 vitet e kalume që kena marrë pjesë, na i na mundu, kena luftu, po qajo ka qenë nashta edhe domeni ose mundësia për me mri që aty ku kena mri. Po unë po besoj që për krejt klubet e Kosovës, të cilat marrin pjesë dhe duhet me marrin pjesë në garat evropiane, koha është, sepse nuk jena na shumë të pabarabartë me vendet tjera. Çka duhet me bo konkretisht? Po tash na kena një problem, për shembull kur vjen te aspekti i lojtarëve të huaj, kur ti marrim na në Kosovë, me tash janë edhe kolegë tjerë këtu, ata janë gjithçysh më të shtrejtë se nëpër ligat krejt tjera që luajnë, për shkak të CV-s të ligës nuk e di pse. Ka shumë pasoja të cilat janë të përreth, jo situata nuk është e mirë politike, jo se na para vjet për shembull 20 lojtarë kena pas refuzim prej 20 lojtarëve, sepse kur kanë hin Google me kqyr klubin basketbolistik Trepça e kanë po potential war aty, edhe normalisht që na kanë refuzu. Në anën tjetër dikush mundu me thonë, po në Izrael është lufta, po ajo është tjetër ndryshe funksionon ajo anë, po neve na vyn, unë po besoj që viteve të fundit, lojtarët e huaj që kanë ardhur në Kosovë kanë qenë kvalitetit pak më të lartë, e kanë pas një CV më të mirë, edhe ata, kur të shkojnë dikun tjetër, e japin CV-n që, do me thonë, në këtë rast po flasë për klubin basketbolistik Trepça, e tregojnë që kanë qenë me një rreth mirë, ka funksionu mirë, është një klub i mirë, sepse unë kur kum fillu, shumë agenta dhe s'dojshin as me nipër me diskutu për Kosovën. Po normalisht, na me organizimin e klubeve që jena bo krejt klubet, ndryshe po funksionojmë tash. Për shembull, që diskutume edhe me Exonin, treneri për me ardhë me vendosë, kanë thirë, ka ardhë, ka këshyrë, ka najë 2 ditë, 3 ditë, e ka po qështu situata. Unë po besoj që jena aty shkallë, drejt për mirësimit. Tash, sa kena me pas sukses? Po, veç, kur po flasim për suksesin që po e synon Trepça, duhet me theksu se Mitrovicasit kanë ruajtur pjesë më të madhe të skuadrës. Në thonë, Trepça e ka ruajtur pjesë më të nga sezoni i kalum, përveç Erionit Kastratit, mas pari një ditë masin një shpall kampion e renovut kontratën me Adis Beqiragiqin, ke pak një situatë interesante. Ajo ka qenë ma shumë për media, okej? Dhe tashmo e dim që keni angazhu dhe zyrtarisht Sean Johnson, ish reprezentuesin e Kosovës, Amerikanin e naturalizum. I vetmi që ka shku, thash, është Erion Kastrati, ndërsa kemi pas informata që keni komuniku edhe me Lisin Shoshin dhe me Edon Maxhunin. Kjo është e konfirmuar prej burimeve tona. Edhe në misionin e mujt kalum, kur u shpallët kampionëve, kur ishën në studio këto, pa të deklaru se Trepça nuk bën plane pa i pas paret në konta. Buxheti klubit është bo teme diskutimit kove të fundit, tash përna interesan, sigurisht e ki bo një para logaritje, a ka pare për mu kualifiku në Champions League? Për me këthy këto nonën tjetër, kur ka pas Trepça mas shumë t'i pare, eja u bo kampion.
Po thu që keni ma pak pare që tash se atëra? Jo, kur ka pas Trepqa mas shumë t'i pare në bugjet, qatë vetë na kemi pas bugjetin mes klubeve tona po foli, edhe të klubit basketbolistik Trepqa, Peja është bo kampion. Dhe më thonë, na bugjetin matë madhe ne kemi pas qatë vetë. Është kemi marrë donacione. Po më intereson Champions League, po më intereson suksesi zdia, po është që jam të insistu son të suksesi. Unë pesho që ka po insiston të edhe, unë po kom qef me ndodhë që ti po insiston. Po nuk më varët krejt edhe veç prej parës që shkena me funksionu na. Po unë po thëmë, mas pari duhet shorti, mandena edhe për zgjedhja e lojtarve nuk bëhet prej anës tem. Përsa i përket bugjetit, na konstant punojmë, sepse ti logarite, bërë një para logarite një bugjetit qëfare duhet, po ti konstant duhet se dalin shpenzimet pa parashikushme. Qka nëse? Kom fat Trepqa edhe i kalon kualifikimet, kualifikohet në grupe. Kjo është një shpenzim të cilin ti dush me logarit, që dush me njek hala pa mriq ati. Në më thonë, se cilin sen duhet me logarit tutje. A keni logarit? Po na e bojmë një logarit mas parit të lojtarve, sepse na e kena një staf të klubit të cilë punojnë 12 mujë në klub. Do më thonë, nuk funksionon kjo veç me 10 mujë. Na e na një organizat që 12 mujë funksionojnë. Edhe që është duhet me qenë. Edhe, për shambull, kampionati u kry për seniora, po me generatat e reja, për shambull, na nuk ndalem. 12 mujë punohet në klub. Po, përsa i përket rosterit, me thonë drejton, unë nuk e di qëfare i zjedh trenere, sepse ajo është punë e tina. Po, a kom qef mu kualifiku, kom shumë qef mu kualifiku. A është koha mu kualifiku, edhe unë po mendoj që është koha mu kualifiku. Nëse e mosim një sukses të venit, atëhere qajo duhet me qenë një sukses i mirë për venin tonë dhe për basketbolin tonë dhe për CV në ligës tonë me u kualifiku në Champions League.